Rikthehemi sërish në studion e Living Day. Sot bisedoj me Linda dhe Akil Pano në pjesën e parë të programit. Surprizuam Lindën, e meritonte, ka ditëlindjen sot, por treguam edhe disa momente shumë të bukura të historisë tuaj, të dashurisë, që jam e bindur se është një burim frymëzipi për cilin do të ri që ju takoni. Edhe e bëni në mënyrë të vazhdueshme këtë gjë. Ju e thoni me modesti, shpresoj, por ju e dini që është kështu. Do doja të ndalemi pak tek aktualiteti. Është një temë për të cilën ju keni punuar, lobuar, ngritur zërin, dhe unë do doja që ta prekim edhe për të kuptuar publiku që na sheh. Projekt ligji për barazinë gjinore. Në këtë moment është kaluar dhe a ka ende shpresë për një përballje tjetër? Çfarë po ndodh? Si është? Është votuar në parlament me 77 vota të majorancës pro, me 36 kundra dhe pjesa tjetër nuk ishin prezent në momentin e votimit. Na ka trishtuar shumë. E quani një betejë të humbur? Jo, nuk e kemi humbur luftën. Betejë ka humbur, po lufta nuk ka humbur. Edhe unë kam qarë shumë atë ditë. Dhe kam qarë për të ardhmen e fëmijëve. Shqiptarët nuk e kuptojnë. Çfarë përmban ky ligj vërtet? Telegrafikisht, mbase mund të tregoj 4-5 element të cilët janë problematik do të jetë hapi i radhës që do të ndërmerrni ju. Dhe pse ne si familje, sepse unë, Linda, Gjonatani, djali ynë, familja jonë e besimit, komunitetet fetare, të gjithë komunitetet fetare kanë kundërshtuar këtë draft, këtë projekt ligj që tashmë ka kaluar në Parlamentin e Shqipërisë për turpin e majorancës qeverisë, sepse ata e projektuan dhe e kaluan. Në thelb nuk është një ligj shqiptar. Dhe antarët tanë të parlamentit dhe qeveria nuk ka kriju një gjë nga e para, apo ka shpikë rrotën. Në termin barazi gjinore, në këtë projekt ligj maskohen njësër shkeljesh të drejta që lidhen me shkeljen e drejtave të grave, nënave, shkeljen e të drejtave të fëmijëve, të cilat janë të drejta që prevalojnë mbi të drejtat e të rriturve, po fatkeqësisht në vendin tonë, në Shqipëri, nuk mendon njeri që të mbrojë të drejtat e fëmijëve. Edhe unë do i them një herë se çfarë janë, për të mbërrit pasaj çfarë do të bëjmë. Por ky ligj nuk është thjesht përkufizimi ose ripërkufizimi i konceptit gjini. Nga gjini mbi bazë binare, mashkull-femër, që është referim i natyrës tonë, që vjen nga krijimi, natyra, pra mashkulli dhe femra, të dy së bashku, ndërtojnë martesën, familjen, kështu vjen udhëzimin dhe evolucionin shoqërisë njerëzore në botë. Hiqet përkufizimi mbi bazën e natyrës edhe binare, të mashkullit dhe femrës, dhe përkufizohet gjinia mbi bazë të roleve, të dimensionit social, edhe të mënyrës se si shoqëria apo ndjenjat e tua të ndikojnë ty që ti ta vetë deklarosh gjinin, si ti e mendon, apo ta ri përcaktosh. Ndërkohë, për te kësaj historie, ripërkufizimi gjinish, janë kaq shumë nene të cilat flasin për censur. Për shembull, kemi një nga nenet atje është neni i gjuhës me ndjeshmëri gjinore, i cili flet për komunikimin. Në qoftë se dikush në opinionin publik, në emision televiziv, në kafe me kolegët, në një institucion privat apo shtetëror publik, do të konsumoj gjuhë me ndjeshmëri gjinore, atëherë do të ketë sanksione, gjoba nga 70.000 lekë, ja do e them se çfarë është, gjoba 70.000 lekë treja, 1 milion gjysmë vjetra, bllokim llogarisë bankare deri në burg. Çfarë është gjuha me ndjeshmëri gjinore? Nëse unë si pastor, apo një imam xhamie, apo një prift, do të thotë që Zoti ka krijuar burrin dhe gruan, ekzistojnë vetëm 2 gjini. Mashkull dhe femër. Mashkull dhe femër. Kjo është Bibla. Edhe ne këtë themi sepse lexojmë Biblën dhe do të jemi. Pra ju do të merrni gjobë nëse thoni këtë gjë? Absolutisht po, sepse kjo konsiderohet gjuhë me ndjeshmëri gjinore, sepse ka diskriminuar gjinin e 3, të 4, të 5, të 7 apo të 72. BBC-a del me një artikull disa muaj më parë ku janë shkruar 72 gjini të ndryshme që i referojnë njerëzve dhe në qoftë se pas dekretimit të këtij ligji nga Presidenti i Republikës, dikush do të flas gjërat e traditës, kulturës, fesë, lirisë së tij, atëherë do të ketë censur. Tani kjo censur na kthen tek
periudha e regjimit komunist në Shqipëri, ku kemi pas një ligj që shqiptarët e njohin shumë mirë dhe kujtojnë, ligji quhej ligji për agitacion propagandë. Pra nëse ti komunikon jo në mënyrë politikisht korrekte sipas linjës së saktuar të mendimit politik që është instaluar nga regjimi në këtë vend, atëherë ti do të censurohesh, do gjobitesh, do kesh sanksione, do të pushohesh nga puna. Këtë historinë nuk po e shpikim, as socialistët e Shqipërisë nuk po e shpikin. Kjo është një histori e globalistëve të Ju bëtë edhe një udhtim në Amerikë për këtë gjë. Dhe pikërisht për këtu më herë do. Çfarë ndryshoi nga koha e udhtimit tonë në Amerikë? Përpara se ne të largoheshim, na u dha garancia që ky ligj nuk do të kalonte kështu. Nga u dha garancia? U dha garancia nga majoranca. Që ky ligj nuk do të kalonte. Pra një sekond, tash ta shpjegojmë. Si u dha kjo garanci? Të them dhe një fjali dhe t'ju tregojmë. Kjo ka lidhje me protestat që Linda ka organizuar përpara parlamentit, jo? Linda flet për fjalën garanci. Linda pak a shumë ka parasysh atë që shqiptarët mund ta imagjinojnë, idenë e marrëdhënieve njerëzore që ne kemi në Shqipëri, sikundër ju keni marrëdhënie njerëzore që mund keni me mësues, me profesor, me punojës të medias etj, ndërkohë që kemi njohje dhe marrëdhënie dhe me anëtarët e parlamentit, apo jo? Po. Tani ne kemi pas takime si koalicioni shqiptar pro familjes dhe jetës me kreun e grupit parlamentar të majorancës në Shqipëri, që është Auland Balla. Kemi pas takime në parlamentin e Shqipërisë me deputet të majt dhe të djathtë. Dhe përpara se ne të shkonim për të bërë lobimin final, për të ruajtur dhe për të mbrojtur natyrën e ligjit në përputhje me kulturën, traditën, fen dhe lirinë tonë, dhe zotrinjt për cilët unë ju fola e dinin këtë gjë, sepse ata ju kanë dhënë një garanci që nuk do të kalonte në këtë mënyrë. Po, jo vetëm mua, jo vetëm mua si pastaj, jo vetëm ne si koalicionit, e kuptova. Dhe ky lloj komunikimi është bërë në grup, pra është bërë përpara dhe disa zotrinjve të tjerë të nderuar, që mos keni merak. Dhe ju shkonin në Amerikë. Mos keni, ne kishim parë draftin para prak. Drafti ishte një skandal i vërtet. Dhe ne i themi ky draft nuk mund të kalojë. Mos keni merak, ishte garancia e majorancës, drafti nuk do të kalojë kështu, ne kemi sjell amendamentet tona rreth 22 amendamente që do të ndryshohej produkti final përpara se shkonte për votim. Dhe nëse kjo ndryshohej, ne nuk kishim problem, ligji do të ishte okay. Dhe ne kemi qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës në Washington, kemi marrë takime me anëtarët e Kongresit, kemi pas takime me përfaqësues të niveleve të larta dhe në këtë kohë na u dërguan me email amendamentet që presupozohej që do të ndryshonin draftin përpara se të mbrinte në formën finale për të shkuar në parlament. Ato nuk u përfshin. Dhe ato ishin pozitive. Po. Dhe në momentin e fundit, 3-4 ditë përpara, pasi ne u kthyem në Shqipëri, vetë propozuesit e projekt ligjit, që është Partia Socialiste, qeveria, propozuesit e vetë reformimit të draftit, që ishin amendamentet propozuara nga vetë ata, që do ndryshonin fjalët kyçe, çështjet kryesore, që komunitetet fetare, konservatorët, njerëzit që besonin në disa liri të cilat ne nuk mund t'i këmbejmë asgjë tjetër, sepse mjaft kemi vuajtur për 50 vjet në Shqipëri. Këto i heqin këto ndryshimet nga kodi, këto amendamente propozuar, nuk i përfshin fare. Dhe kodi mbërri në Kuvendin e Shqipërisë për votim, si kundër ishte në fillim fare. Ndryshon vetëm gjysmëneni. Pra, kjo është ajo që po thot Linda. Tek gjysmëneni, tek ai dhe ne kur vajtëm dhe bëm lobimin në Amerikë, ideja ishte... Ne ndam lajmin e mirë. Lajmi i mirë ishte që qeveria u tërhoq. Dhe këtë lajm nuk e ndam vetëm. Ju e keni parë që në mediat e ndar për arsye është krijuar edhe gjithë kjo turbullirë në çështjen e lojës apo shpejtësia betejë e humbur apo diçka tjetër. Po. Kjo turbullira ishte një plan i cili ishte shumë i ristisur dhe i organizuar nga vetë ata që synonin ta kalonin projekt ligjin në bashkëpunim me qeverinë e Shqipërisë. Është kaq e thjeshtë. Pra, unë kam bërë një postim në rrjetet e mia sociale, kam thënë majoranca ka prerë në besë shqiptarët, duke votuar një ligj anti-shqiptar. Është ligji më i tmerrshëm anti-shqiptar, anti-familje, anti-zot, anti-liri, anti-fëmijë. Pra, nuk po flasim vetëm për censurën tani, që nëse thua diçka jo politikisht korrekt, do të kesh sanksione. Sepse ata që kanë vendosur që të qëndrojnë besnik ndaj disa të vërtetave ku kanë ndërtuar jetën e tyre, pavarësisht censurës edhe sanksioneve, do të vazhdojnë të flasin komunikimin e tyre dhe nuk do ta shesin lirinë, pavarësisht kostës me cilën do përballen. Por do të vuajnë fëmijët, sepse një nën tjetër brenda këtij projekti ligji është neni
i ideologjizimit gjinor nëpërmjet zinxhirit e edukimit në shkolla, nga sistemi parauniversitar që janë gjimnazet deri te kopshti. Pra fëmijët e vegjël do dëgjojnë tu flitet për homoseksual, për lesbike, për gjinit e 3, të 5, të 10, të 7, të 10. Çka ka ndëruar Linda? Unë kam grafikun se si është rritur numri i transgjinorëve nga viti 2014 deri në vitin 2023, mbasi ka hyrë edukimi gjinor në shkolla. Në Shqipëri? Jo, është jashtë Shqipërisë. Jo në Shqipëri. Është rritur me 3%. Në moshën 18 deri 24 vjeç. Është rritur me 3%, mbasi ka filluar edukimi në shkolla. Pra një periudhë shumë të shkurtër, kohore. Ka ndryshuar perceptimi publik, ka ndryshuar sepse e gjithë historia është ideologjizimi, komunikimi, është ajo që ne e dëgjuam shumë kohë më parë, pra thua një të pavërtet, pra një të gënjeshtër, në mënyrë të përsëritur, besoje si të vërtet, komunikoje njerëzve dhe herët avon, njerëzit do të fillojnë ta besojnë. Kemi rastin e Luanës. Në fakt, dua ta kuptoj pak nga Linda e cila ja doli që përpara parlamentit të bënte bashk shoqëri civile. E bëm bashkë në fakt. Po, siç rrallë ka ndodhur në Shqipëri viteve të fundit. Çfarë të zhgënjeu më shumë? Unë kam besuar... Për ato që bëre bashkë me ata që qëndruan kam besuar deri në momentin e fundit që ato nënat deputete, edhe gjyshet deputete, edhe baballarët deputet, nuk do të votonin kësa here me komand, do të votonin me zemër. Sepse unë jam e sigur që ata kuptojnë shumë mirë se çfarë përmban ky ligj për fëmijët. Do të shkohet në përshkolla dhe do t'ju mësohet fëmijëve që mund të kenë lindur në trupin e gabuar. Madje unë tani kam dëgjuar sepse ne nuk kemi qenë të përfshirë në këto çështje, ne kemi qenë shumë rahat në atë që bënim. Derisa këto çështje na prekën ne personalisht. Dhe tani unë kam kuptuar që është një botë aq e komplikuar dhe rasti Luanës më ka prekur shumë. Ashtu siç ka prekur shumë shqiptar dëshmia e saj. Cili do të jetë hapi i radhës? Na duhet të shkojmë në publicitet. Linda tha që mund duket se kemi përfunduar, kemi humbur një betejë, po lufta avion, kjo është një histori që përballë globalizmin e majt lëvizjet ekstremet, majta komunistët, lëvizjen woke, lëvizjet LGBT, grupet e George Sorosit në Amerikë dhe në Evropën Perëndimore, me konservatorët, me njerëz të traditës, me sovranistët, me persona të cilët thonë që janë disa gjëra që ne nuk duhet i lejmë që të na rrëmbehen bashkë me lirin. Çfarë do të bëjmë? Nesër do të jemi tek përpara institucionit presidentit të Republikës. Në orën 11 do të shkojmë të çojmë kërkesën presidentit që të mos e firmosi, mos e dekretoj këtë ligj. Dhe ky është hapi që keni ndërmarrë për nesër. Së pari do të jemi përpara institucionit presidentit të Republikës, do të protokollojmë kërkesën tonë si koalicioni shqiptar pro familjes dhe jetës, për t'i kërkuar presidentit mos dekretimin e këtij ligji. Nëse presidenti nuk e dekreton ligjin, atëherë ligji kthehet sërish në parlament. Nëse presidenti i Republikës nuk pronësohet fare, as nuk e firmos, as nuk pra rri në heshtje. Atëherë sipas ligjit, brenda 20 ditëve ky ligj kalon. Merr formë të del në fletore zyrtare dhe legalizohet ligji. Jemi përballë faktit që na duhet ta çojmë në gjykatë kushtetuese ligjin dhe na duhet të kërkojmë popullin për referendum. Pra këto janë dy hapat e tjera konkret që neve do të jemi duke ndërmarrë referendumi popullor. Jeni sërish të mirëpritur për të folur për këtë temë. Të shtunën në orën 10:30 do të jemi te sheshi Skënderbej për të bërë marshin për jetën. Ftojmë gjithë shqiptarët që duan fëmijët, e duan familjen, e duan lirinë, sepse është çështje lirie, të jenë aty bashkë me ne. Faleminderit shumë Linda dhe Akil Pano. Publicitet rikthehemi në pjesën e tretë.